Shumë shqetësues për ne. E parë punës njerë se ne kemi blegtori. Blegtoria këtu nuk ka vend tjetër veç tyre kanaleve të pinuj. Blegtoria në këtë kanal nuk pi dot ujë për arsye se shumë i ndotur. Me mbeturina, me dëgjon çka ka këtë lart nga një thertora, çfarë mund të kenë, nuk e di se ç'është, por shumë i ndotur. Jo, se jemi hankuar, ne kemi ngritur zërin, po nuk na dëgjon deri. Kanali në qoftë se punojnë pompat, gjithmonë ikën det. Çdo kanal, se ka lidhje me njëri tjetrin, punuan hidrovorët, ky det do ikë. Mendon se është burimi infeksioni? O shumë burim infeksioni, derisa s'pi blegtoria ujë, çfarë do më të që nuk është burim infeksioni? Po për të mbjella, i dëmton? Të gjitha. Kjo është një ndotje e vazhdueshme apo ka periudha të caktuara? Jo, s'është me periudha të caktuara, ky është vazhdimisht tavaska. Nuk ka ndonjë. Se u përmirësua. Është shqetësim Ky apo mund të përmirësohet vetëm në periudhën që shkëlqyhet vjosa. Shkëlqyhet vjosa, punojnë hidrovorët gati 4-5 ditë ose javë, edhe sikur pastrohet pak. Kjo është problemi këtij. Shumë tani analizën se mos janë berë edhe se dimni. Po që ka, ndotje ka. Sidomos këtena baktit, fshatrat që vinë, deri në ato mbeturinat të tyre. Kjo është një gjendje vazhdueshme? Po, nuk diskutohet. Është e përhershme. 365 ditë. Sa dëmshme është, sidomos tani që fillon dhe sezoni Po sa plazhe. unë mjek s'jam, ç'të them unë tani, nuk e di. Shkon në det apo jo? Det shkon kur punojnë pompat. Pasa nëse nuk ka hyrje nga deti. Po të ketë hyrje nga deti e filtrohet, pa është edhe fshati. Po me gjithë ka ujë shumë, po kur vjen vjosa, është qik me pastër, se e mund ajo. Po për sa përket të mbjellave, baktive, sa i dëmshëm është? Po e pive këtë ujë, qumshin se ka mirë me cilësi. Detyrimisht e ta shikosh vetë. Ju sa vite keni që peshkoni këtu? 50 vjetë. Si e mbani mend këtë ujin? Ka qenë shumë i pastër. Ka qenë i kaltër. Sa vite ka që ka ta nisur? Që ku erdhi fshati, ngritën sa gjera këte ato, se nuk do të merrem me llafe, s'do të merrem me llafe, se llafi dele dhe tani, këto janë gjera që duken. Institucionet përgjegjëse, çfarë masazh do të marrin? Po, te i pastrim kështu edhe këto gropa septike. Këto janë më të nevojshmet se kur. Komplet për zonën tonë këtu, që ne na degradon tokat e na degradon bimët, se unë mjell shalqi, mjell bostan, mjell domate, speca, drekë, edhe të gjitha këto. Sa vite ka? Edhe ky vazhdon po të njëjtin program. Thoni se po di unë më duket si stallet dero, se më duket se ujti është shumë i ndotur, është me ngjyrë ujti. Se s'është burim. Ky është ndodhje. Ka periudha të caktuara që është më i ndotur. Ka periudha që ndodhet akoma më shumë se sa sot. Sot është bërë fare ai. Ja të rreth kur punojnë pompat ai pastrohet. Pastaj fillon e rrin pompat pa punë, ai fillon ndodhja komplet aty. Edhe spinat baktit ujës neve s'punojnë dot. Atëre për pak ditë fillon sezoni vintazhit. Për pak ditë ai është gjithë ndodhja është kështu kolosale këtu, se plazhistët s'ka do vlen aty do lahen me ujin e derrave. Përdorin lloj ose ilaçe të tjera dhe kështu gjë. Por domethënë këtu është katastrofë një. Këtu nuk vijnë plazhiste. Keni ankuar? E kemi bërë 100 herë këto, ka ndryrë krye plaku, kanë vajtur atje, jo e kemi gropa skeptike, kemi kështu, kemi ashtu dhe njëjtë avaz bëhet. Është e gjitha për munges kanalizime? Po, për mungesën e pastrimit që kanë ata, stallat e derave, që thonë që kemi gropa skeptike. Domethënë nuk i derrim ujrat nëpër kanalet. Por realiteti flet ndryshe. E di është ndryshe, janë ngjyra ujtit, e shikoni vetë ju. Kur është shumë i ndotur, çfarë ngjyre ka? Ja me ngjyrën e urinës.
Ajo është ndodhja.